Trajnimet mbi kujdesin paliativ të mbajtura nga organizata ndërkombëtare Smile do të zhvillohen në 5 komuna të Kosovës, përfshirë Gjakovën. Në Kosovë akoma nuk kemi specializime mbi kujdesin paliativ, prandaj jemi duke mbajtur këto konferenca. U shprehen ligjëruesit e pranishëm. Kjo është konferenca e 7 që po mbajmë mbi kujdesin paliativ gjatë këtyre viteve të shërbimit ton këtu. Është rëndësishme që ne këtu trajnojmë mjek dhe infermier mbi kujdesin e pacientëve, që janë në fund të jetës së tyre. Ne sot këtu jemi duke trajtuar mbi 80 delegate vetëm në Gjakov për kujdesin paliativ, dhe këtë vit për herë të parë jemi duke bartur trajnimet dhe në për disa komuna tjera. Ne duam të inkurajojmë mjekët dhe infermierët që të merren me kujdesin e pacientëve. Kujdesi paliativ është një specializim i ri në krejt botë, në fakt vetëm për 50 vjet, jo më shumë, por këtu në Kosovë ende nuk kemi një specializim këtil. Por tash ka fillu edhe në qeveri një bised për të fillu me kujdesin paliativ, kujdes për ata që janë gati në fund të jetës në shtëpi, edhe sot kemi një konferencë për të shpjegu njerëz prej Gjakovës edhe në 4 komuna tjera gjatë javës, çka është këtë temë edhe si mund të punojnë me pacientët, jo vetëm mjek ose infermier, por edhe specialistët tjera për fizioterapi, farmaci. Ligjëruese ishte edhe profesoresha nga Korça, doktoresha Irena Laska. Është një shërbim i cili do zhvillohet edhe në Kosovë dhe ne sot kemi prezent mjek dhe infermier nga qyteti i Gjakovës, të cilët do të marrin informacion mbi shërbimin paliativ dhe këtë informacion do të aplikojnë në vendet e tyre të punës apo do t'ia ndajnë kolegëve të cilët nuk janë pjesë e këtij trajnimi. Programi i kujdesit paliativ është themeluar në vitin 2010 në Kosovë nga organizata Smile International, me qëllim të avancimit të kujdesit paliativ në Kosovë, që si program ka 2 qëllime kryesore: avancimin e kujdesit paliativ në Kosovë dhe ofrimin e këtij kujdesi për pacientët në fazat terminale të sëmundjeve malinje.